عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، të gjitha adhurimet, madhërimet, lavdërimet i përkasin vetëm Allahut të lartë madhëruar, Zotit të botëve. Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij besnik Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër fisnike, mbi shokët e tij të drejtë, të besueshëm, të sinqert, dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit, deri në ditën e Kiametit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të lartë madhëruar, i cili është një i vetëm dhe i pashok, dhe po ashtu dëshmoj se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, vula të gjithë pejgamberëve deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me shpjegimin e librit El Usulu Thalatha, tri bazat apo tri parimet themelore të autorit Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, me shpjegimin e kryemuftiut të përgjithshëm të Arabisë Saudite, Sheikh Salih, doktor në fe, me gradën doktor në fe, Sheikh Salih ibn Fawzan el-Fawzan, Allahu e ruajt. Ashtu sikurse vepruam dhe në mësimin e parë, do të lexojmë tekstin e parathënies së parë të autorit dhe më pas do të vazhdojmë me shpjegimin, pra në këtë mënyrë do të procedojmë, do të vazhdojmë. Pra ka thënë autori i librit, e ka hapur librin Bismillahirrahmanirrahim, pra ne ecëm me këtë dhe ka thënë: I'lam rahimakallah, dije Allahut mëshiroft, annahu yajibu alejna ta'allumu arba'i masail, dije Allahut mëshiroft se është detyrë për neve që të dimë 4 çështje. Al-mas'alatu al-ula, çështja e parë thotë el-ilmu, çështja e parë pra është dituria. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. Pra çështja e parë thotë është dituria dhe pastaj shpjegon kuptimin e diturisë ose përkufizimin e diturisë. Dhe thotë, çështja e parë thotë është dituria. Dhe ajo është, pra dituria është njohja e Allahut, pra mësimi pasja dijeni, dituri rreth Allahut, pra njohja e Allahut, njohja e të dërguarit të tij, Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe njohja e fesë islame, thot me argumenta. Pra është detyrë për neve të dimë këto. Çështja e dytë thot është el amelu bil ilm, është puna me dijen, pra praktikimi i diturisë, vënia në jetë, vënia në zbatimin e diturisë. Çështja e tretë thot është ed da'wa ilehi, pra çështja e tretë është thirrja e njerëzve në të, në dije, në dituri. Dhe çështja e katërt thot as-sabru ala al-adha fihi, durimi gjatë vështirësisë ose vështirësive që dalin apo pengesave që has besimtari që thërret gjatë thirrjes së tij, gjatë davetit të tij. Dhe jep argument autori, Allahu mëshiroft, thot wa dalil. Dhe argument për këto thot që po them thot është fjala e Allahut të lartë madhëruar, është argumentuar me surën Asr, të cilën të gjithë ju e dini, ku Allahu azza wa jall thot: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, betohem në kohën, innal insana lafi khusr, padyshim se njerëzimi ndodhet në një humbje të plot, në një humbje të sigurt. I gjithë njerëzimi. Me përjashtim të disa grupeve të njerëzve, ku Allahu thot pastaj, bën përjashtim dhe thot illal ladhina amanu, përveç atyre që besuan. Wa amilus salihat, dhe bën vepra të mira. Wa tawasau bil haqqi, dhe porositën njëri tjetrin për të vërtetën. Wa tawasau bis sabr, dhe porositën njëri tjetrin për durim. Më pas, autori Allahu mëshiroft thot fjalën e Imam Shafiut, fjalë e njohur shumë, i cili ka thënë qala Shafi'i, ka thënë Imam Shafiu për rëndësinë e madhe që ka kjo sure, surja El Asr, thot
"Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-sura lakafatuhum." Ka thënë Imam Shafiu për rëndësinë e madhe ka surja Asr, thotë nëse Allahu i lartë madhruar nuk do të kishte zbritur argument tjetër për krijesat, për krijimin, për njerëzimin, për gjindet dhe njerëzit, asnjë sure tjetër, asnjë argument tjetër përveç kësaj sureje do të kishte qenë mjaftueshme thot për ata. Dhe për të treguar rëndësinë e madhe që ka dituria, nga urtësia e madhe e këtij dietarit të madh, Sheikhul Islam e dietarit të Islamit, Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, ka përmendur gjithashtu si fjalë që e përkrah dhe e mbështet pra këtë që ne po themi, atë që autori thot për diturinë, për rëndësinë e dijes, dhe thot wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ka thënë Imam Bukhari, imam i sunetit, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, ka thënë Imam Bukhari, kapitulli dituria përpara fjalës dhe veprës. Pra është argumentuar Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab për vlerën e madhe që ka dituria, duke thënë se Imam Bukhari ka një kapitull të veçantë ku thot dituria vjen, e ka radhën, pra vjen, është më e rëndësishme përpara fjalës dhe veprës. Dhe është argumentuar autori, pastaj thot wa dalil. Dhe argument për këtë thot është fjala e Allahut të lartë madhruar, fa'lam, dije, mësoje o Muhammed. Fa'lam, folje në mënyrën urdhërore, dije, mësoje, pra ke detyrë ta dish, e ke detyrë ta mësosh, ennehu la ilaha illa Allah. Dije, mësoje se më të vërtet nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Pastaj çfarë thot? Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin, dhe pastaj kërko falje për gjunahun tënd dhe gjunahun e besimtarëve. Dhe thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, thot fa bada bil ilmi qabla al qawl wal amal, pra Allahu i lartë madhruar thot në këtë ajet Kurani e filloi përpara diturisë. Pra e filloi në fillim me diturinë thot. E filloi në fillim së pari me diturinë, duke thënë fa'lam, dije. Pastaj kërko falje për gjunahun tënd, pra ta dish një herë dhe më pas kërko falje për gjunahun tënd dhe për gjunahun e besimtarëve. Pra ky ishte teksti i autorit tek parathënia e parë, dhe ne do të vazhdojmë tani me shpjegimin e Sheh Fauzanit. Jemi tek çështja e dytë, el amalu bil ilm. Çështja e dytë që ne duhet të dimë, e kemi detyrë ta dimë, është puna me dijen, ose praktikimi i diturisë, ose vënia në jetë, vënia në zbatim, ose zbatimi, ose aplikimi i diturisë. Vazhdon tani shpjegimin Sheh Fauzani duke thënë qauluhu al amalu bihi, fjala e tij autorit, dituria me të, pra bil ilm, pra me të do të thot me diturinë. Pra puna me të do të thot puna me dijen ose puna me diturinë. Sepse nuk mjafton për njeriu thot që ai t'ua mësoj diturinë të tjerëve. Nuk mjafton që ai ta mësoj diturinë thot për veten e tij, por duhet me patjetër thot që ai të punojë me diturinë që ka. Pra ta zbatoj, ta veri në jetë, ta veri në zbatim, ta praktikoj diturinë që ka. Sepse thot Sheh Fauzani, dituria thot pa vepër, pra dituria pa e zbatuar atë, pa e vënë atë në zbatim, nuk është gjë tjetër thot vetëm se është argument kundra njeriu. Sepse nuk është thot dituria e dobishme, nuk mund të jetë dia, nuk mund të jetë dia, dituria e dobishme pa vepruar me të, pa e zbatuar atë, pa e vënë në jetë, pa e vënë në zbatim, pa punuar me të. Por thot ai i cili di, pra merr dituri, merr dije ose ka dije dhe nuk punon me të, thot nuk e zbaton atë, shikoni sa rrezikshme është. Fa hadha maghdhubun alayhi. Ky njeri thot është ai lloj personi, futet tek ai lloj personi, tek ai grupi njerëzve thot me të cilin ose me të cilët Allahu thot është i zemëruar me ata. Pra ka zbritur hidhërimin, ka zbritur zemërimin e tij Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj argumentohet me një fjalë shumë të njohur të njëri prej poetëve, të një poeti i cili thot poeti, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadi al-wathan. Shikoni sa e fortë është kjo fjalë e poetit, dhe më pas është e përkrahur dhe mbështetur edhe nga një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon për rrezikun e madh, për rrezikshmërinë e madhe që ka ai person ose që ndodhet
për rrezikun e madh që ndodhet ai person, në të cilin ndodhet ai person që nuk punon me diturinë që ka. Thot ky poeti thot dietari i cili nuk punon me dijen e tij thot do të dënohet përpara adhuruesve të idhujve. Do të dënohet në ditën e Kiametit si radhë, si renditje, do ta kapi radha e parë përpara atyre që adhurojnë idhujt. Edhe pse ata që adhurojnë idhujt do të jenë në xhenem përgjithsisht. Kurse ky nuk do të jetë në xhenem përgjithsisht, por si radhë, si renditje për fillimin e dënimit, thot do të fillojë ai i cili ka patur dituri, një njeri ditur apo një dietar, por nuk ka punuar me dijen e tij. Argument kush është për këtë fjalë të këtij poeti? Thot Sheh Fauzani, Allahu e ruaj, dhe kjo gjë thot, kjo fjalë e këtij poeti është përmendur në një hadith pejgamberik, thot ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna min awwali man tu'assaru bihimun nar yawm al-qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmihi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, me të vërtetë thot që personi i parë me të cilin do të ndizet zjarri i xhehenemit në ditën e Kiametit është ai dietar, ai ditur, i cili nuk ka vepruar me diturinë e tij. Ky hadith tregon qartë për rrezikun e madh që ka kjo çështje për atë person i cili ka një dituri të caktuar për një çështje të caktuar, për një temë të caktuar, për një vepër të caktuar dhe nuk punon me të. Hadithin e transmeton Imam at-Tirmidhi, hadithi është i gjatë, akhrajahu at-Tirmidhi, pra e ka nxjerr hadithin Tirmidhiu, Allahu e mëshiroft. Dhe thot Sheh Fauzani, Allahu e ruaj, al-ilmu maqrunun bil amal, dituria thot duhet jetë shoqëruar me vepër. Pra dituria është e shoqëruar me vepër. Wal amalu huwa thamaratul ilm, ndërsa vepra vjen si pasojë thot e dijes ose është fryt i dijes. Pra dija, dituria duhet të jetë shoqëruar me vepër dhe gjithashtu vepra që ne kryejm vjen si pasojë, si rezultat ose është fryt i dijes që ka njeriu që vepron me të. Fa ilmun bila amalin ka shajarati bila thamar, sepse thot dituria pa vepër është si një pemë pa fruta. Dhe është e padobishme, nuk ka dobi nga ajo dituri e cila nuk shoqërohet me vepra. Nuk e vepron njeriu, nuk vepron me atë dije. Sepse thot Sheh Fauzani, dituria thot nuk është zbritur për gjë tjetër vetëm se që të punohet me të. Pra Allahu i lartmadhëruar nuk e ka zbritur dijen, diturinë për një çështje tjetër. Po vetëm që njerëzit ta praktikojnë, ta zbatojnë atë, ta vënë në dije, ta vënë në zbatim. Ashtu sikurse thot puna, vepra pa dije, pa dituri thot kthehet për njeriu në një fatkeqësi, në një shkatrim. Dhe kthehet në një humbje dhe devijim për njeriu që punon pa dije. Idha kana al-insanu ya'mal biduni ilm, nëse njeriu thot punon, vepron, kryen akte adhurimi, rite adhurimi, kryen vepra adhurimi pa dituri, me të vërtetë thot që kjo punë e tij thot është shkatrim dhe është lodhje. Pra është e shkatruar, është shkatrim për të, është humbje, është fatkeqësi për të dhe është lodhje. Ai lodhet sepse Allahu i lartmadhëruar nuk ja pranon atij atë vepër që ai e kryen pa dituri. Dhe tani është argumentuar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë men amila, hadith i njohur, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush vepron një punë, një vepër, e cila nuk është në këtë çështjen tonë, nuk është sipas kësaj çështjes tonë, nuk është në përputhje me këtë çështjen tonë, pra me fen tonë, në këtë çështjen tonë, domethënë në fen tonë, me fen tonë, fa huwa radd, atëherë kjo vepër është e refuzuar nga Allah. Hadithin e transmeton Imam Muslimi, pra e transmeton Aisha radhiyallahu anha dhe ka koleksionuar Imam Muslimi në Sahihun e Muslimit. ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة, thot Sheh Fauzani, Allahu i ruaj, kështu pra neve thot lexojmë në surën Al-Fatiha. Në çdo rekat, subhanallahu, shumë herë lexojmë, por ndoshta shpesh herë nuk e meditojmë kuptimin e kësaj
sure madhështore dhe të këtij ajeti madhështor që ne do të lexojmë, ku Allahu lart madhruar thot: Ihdina siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilëve ti i begatove me mirësi, i dhe mirësi. Ghayril maghdubi alejhim wala dhalin, dhe jo në rrugën e atyre të cilëve zbriti hidhërimi jot, zbriti zemrimi jot mbi ta, të cilët janë jehudët, dhe as në rrugën e atyre që janë të humbur, që janë të krishterët. Pra ne themi ihdina siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë, po në cilën rrugë? Jo në rrugën e atyre, por në cilën rrugë? Allahu lart madhruar thot: siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilëve ti i dhe mirësi, pra Allahu i dha mirësi duke udhëzuar ata në rrugën e drejtë. Ghayril maghdubi alejhim, jo në rrugën e atyre të cilëve zbriti zemrimi yt mbi ta, që janë çifutët. Dhe as në rrugën wala dhalin, dhe as në rrugën e të humbrëve që janë krishterët. Pra feja islame është midis jehudëve dhe midis krishterëve, është e mesme. Thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, fasamma Allahu alladhina ya'maluna biduni ilm ad-dallin. Prandaj thot Allahu i lart madhruar, i ka quajtur ata të cilët punojnë, veprojnë pa dije, të humbur, që janë krishterët. Krishterët sipas pretendimit të tyre që thon Zoti, besojmë në Zot, e adhurojmë Zotin, punojnë, bëjnë vepra adhurimi pa dije, pa dituri, pa argument, duke mos pasuar të vërtetën që shpalli Allahu i lart madhruar në Kur'an dhe në Sunet. Walladhina ya'lamuna wala ya'malun bil maghdubi alejhim. Ndërsa thot Sheh Fauzani, Allahu i lart madhruar i cilsoi ata të cilët nuk punojnë me diturinë e tyre. Pra ata kanë dije, por nuk punojnë me diturinë e tyre. Pra kanë dituri, kanë njohuri, por nuk e praktikojnë atë, nuk e zbatojnë atë. Allahu i quajti ata bil maghdubi alejhim. Janë ata të cilët ka zbritur zemrimi i Allahut mbi ta. Zbriti zemrimi i Allahut mbi ta, që janë jehudët. Se thot Sheh Fauzani, fel natanabbah lidhalika, prandaj duhet patur shumë kujdes, duhet kemi shumë kujdes në lidhje me këtë çështje, sepse kjo është shumë e rrezikshme, shumë e rëndësishme. Po ashtu sjell një hadith Sheh Fauzani këtu si shtojc, një tjetër argument përforcues, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Aisha, nëna besimtarve radhiyallahu anha, Allah qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik një gjë të re në këtë çështjen tonë, në këtë fen tonë, ajo është e refuzuar. Pra në hadithin e parë ishte kush vepron një vepër që nuk është për kësaj çështje tonë, për fesë tonë, është e refuzuar, ndërsa në këtë hadith thot kush shpik një gjë të re në këtë çështjen tonë, pra në këtë fen tonë, ajo është e refuzuar. Hidhemi tek çështja e tretë dhe tek e fundit për këtë mësim të sotëm, ad-da'watu bil ilm. Çështja e tretë është thirrja me dije. Pra thirrja për tek dituria, thirrja me dituri dhe për tek dituria. Thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, qawluhu ad-da'watu ilayhi, fjala e tij, fjala e autorit, thirrja tek ajo, pra tek dituria. Që do të thotë, nuk mjafton që njeriu të mësoj. La yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi, nuk mjafton që njeriu të mësoj për veten e tij dhe të veprojë vetëm për veten e tij, të bëjë vepra vetëm për veten e tij. Dhe të mos ftojë të tjerët në të. Pra nuk duhet që njeriu vetëm të marrë dije për vete, të punojë për vete, por të mos therras të tjerët te kjo dituri dhe te dija dobishme dhe te veprat e mira. Por përkundrazi thot e ka detyrë që të therras të tjerët te kjo dituri. Prandaj patjetër thot që njeriu duhet që të therras të tjerët në mënyrë thot që të jetë i dobishëm për veten e tij dhe i dobishëm për të tjerët, sepse thot kjo dituri është amanet. Thot Sheh Fauzani, Allahu e ruajt, sepse thot kjo dituri, kjo dije që ka shpallur Allahu lart madhruar në Kur'an dhe në Sunet është emane, është amanet. Dhe nuk është thot që ti thot ta ruash për vete këtë dituri. Nuk është kjo thot prona jote, diçka që ti e ke pronën tënde private, personale, e zotron, e posedon, e ke tënden vetjake, private, personale, sikur të takon vetëm ty. Dhe ta ruash vetëm për veten tënde thot, ta mbash me njëan, ta heqësh me njëan, ta ruash këtë.
dhe ti ndalosh të tjerët thot nga kjo dituri. Jo. Ndërkohë që njerëzit thot janë në nevojë imediate, në nevojë të madhe për diturinë, për dijen, që ta adhurojnë Allahun me dije. Përkundrazi, është detyrë thot Sheh Fauzani për ty at-tablighu wal bayan. Transmetimi i dijes tek të tjerët dhe sqarimi i kësaj diturie. Pra transmetimi i dijes të tjerës dhe sqarimi i saj, wa da'watu an-nas ila al-khair, dhe thirrja të tjerëve në mirësi, thirrja të tjerëve tek veprat e mira. Hadha al-ilm alladhi hammalaka Allahu iyahu laysa waqfan alayk, sepse kjo dituri thot Sheh Fauzani, kjo dije sheriatike nga Kurani, nga Suneti, të cilën ta ka ngarkuar Allahu ty thot, ta ka detyruar Allahu ty, o njeri, o musliman, o hoxh, o nxënës dije, o dietar, o besimtar aktiv në fenë Allahut azza wa xal. Këtë dije, të cilën ta ka ngarkuar Allahu lart madhëruar ty, nuk është thot e posaçme, e veçantë vetëm për ty. Nuk përfundon vetëm tek ty, nuk kufizohet vetëm tek ty thot. Nuk është vetëm për ty enkas. Përkundrazi thot, ajo është për ty edhe për të tjerët përveç teje. Prandaj, nuk duhet që njeriu ta mbajë diturinë vetëm për vete, ta mbledh vetëm për vete, ta akumuloj vetëm për vete, ta monopolizoj vetëm për veten e tij diturinë. Edhe ti ndaloj të tjerët nga përfitimi me dijen. Por përkundrazi, dituria duhet që të transmetohen te të tjerët. Pra njeriu e ka detyrë ta transmetojë diturinë te të tjerët dhe patjetër ta sqarojë atë për njerëzit. Dhe pastaj vjen me argument nga fjala e Allahut të lartë madhruar, i cili ka thënë, pra thot Sheh Fauzani, qala ta'ala, Allahu lartë madhruar ka thënë thot: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunna lin-nasi wa la taktumuna." Shikoni vëllezër sa rrezikshme është. Në qoftë se ne në fjalët tona, në bisedat tona, në davetin ton, në takimet tona me njëri tjetrin, flasim fjalë të përgjithshme, po nuk kthehemi tek libri i Allahut dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u argumentuar, njerëzve do t'u bëhemi të bezdisur, të mërzitshëm. Njerëzit do thonë, po pse ti je burr dhe unë jam burr, ti ditë flasësh dhe unë mund të flas. Ti po thua nga mendja jote dhe unë mund të them mendimet e mia. Por çështja nuk është të thuash ti mendimet e tua, unë të miat, por çështja është që ne ti transmetojmë shoqërisë, popullit, njerëzve, xhamatit, atë çfarë ka zbritur Allahu i lartë madhruar dhe tek në Kur'an dhe çfarë i ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Pra ky është synimi, qëllimi që ne ta transmetojmë diturinë dhe jo pralla, tregime, legjenda, historira apo të shtojmë shtojca nga vetja jon për të bërë sa më interesant, për të na parë sa më shumë njerëzit, për të na dëgjuar njerëzit se kush e di kush jemi ne. Po kjo është amanet që Allahu i lartë madhruar ka shpallur Kur'anin dhe Sunetin dhe është detyrë dhe amanet transmetimi tashti i kësaj diturie tek të tjerët. Dhe argumentohet tani me fjalën e Allahut azza wa xal, i cili ka thënë: "Dhe kur Allahu", pra ajetin që lexuam, "dhe kur Allahu mori zotimin, pra mori beslidhjen e atyre të cilëve ju ishte dhënë libri më përpara, të cilët janë xifutët dhe të krishterët, që me patjetër që ju duhet t'u sqaroni njerëzve librin." Pra librin që u është shpallur ehlul kitave, pasuesve të librave të kaluar, xifutëve të krishterëve, dhe të mos e fshihni atë për njerëzit. Të mos e fshihni librin, mesazhin, atë që ka shpallur Allah, mos u fshihni njerëzve, mos u teatërsoni, mos u manipuloni njerëzve. Dhe hadha mithaq akhadhahu Allahu ala al-ulama. Kjo thotë është një është një beslidhje, është një premtim, është një zotim që Allahu i lartë madhruar u mori atë dietarëve që t'u sqarojnë njerëzve atë që Allahu ka mësuar atyre. Për atë çfarë Allahu i lartë madhruar u ka mësuar dietarëve, ata e kanë detyrë, pra ka marrë besën Allahu i lartë madhruar, beslidhjen, fjalën e dhënë, amanetin nga dietarët, që ajo që Allahu i ka mësuar ata t'u mësojnë atë njerëzve me qëllim që të përhapet e mira, përhapet e vërteta, të përhapet Islami, të përhapet mirësia, hajri, dhe që të nxjerrin njerëzit nga errësirat në dritë, që të dalin njerëzit nga errësirat në cilën ndodhen shtetet, popujt, shoqëritë, fiset, individët, familjet, çdo kush, të dalin nga errësirat në cilën janë errësirat e ateizmit, në errësirat e shirkut, idhujtarisë, e kufrit, në errësirat
që i ka futur shejtani dhe ushtarët dhe ushtrit e shejtanit për në dritën e Allahut të lartëmadhëruar, dritën e Islamit, dritën e të vërtetës, për në rrugën e pejgamberëve. Kjo thot Sheh Fauzani wa hadha amalur rusul, dhe kjo është puna e pejgamberëve, që t'i nxjerrin njerëzit nga errësirat në cilën janë zhytur, janë ndodhen për në dritën e besimit, për në dritën e të vërtetës, për në rrugën drejt xhenetit. Kjo është puna e pejgamberëve. Ky është profesioni, zanati i pejgamberëve. Alayhimus salatu wassalam. Wa man ittaba'ahum, dhe mbas pejgamberëve dhe i atyre që pasuan pejgamberët, që t'ua transmetojnë, t'ua sqarojnë njerëzve atë që ka shpallur Allahu. Dhe vjen tash argumenti tjetër. Thot Sheh Fauzani, qala ta'ala, ka thënë Allahu i lartëmadhëruar, kul, thuaj o Muhammed, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, thuaj o Muhammed, kjo është rruga ime që ftoj tek ajo me dituri. Pra kjo është rruga ime, Kur'ani, Suneti e vërteta, tauhidi, akidja e pastër, besimi i drejtë. Kjo është rruga ime e pejgamberit, pra Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pra thuaj, thot, kul, thuaj o Muhammed, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Kjo është rruga ime që ftoj për tek Allahu. Kanë thënë dietarët, kujdes. Ka thënë ftoj për tek Allahu, jo te vetja ime. Jo me pralla, me historira, me legjenda interesante, me tregime, për t'i bërë njerëzit për të qeshur, për t'i friksuar njerëzit, apo për t'i bërë njerëzit shakanxhi, humorista. Po ftoj për tek Allahu. Çfarë do të thotë ftoj për tek Allahu? Që i lidh njerëzit me ajetin e Kuranit, me Kuranin dhe me Sunetin. I mësoj njerëzve çfarë po na thot Allahu i lartëmadhëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jo t'u themi njerëzve ta lëm çik, se s'ka problem, të flasim edhe çik me logjik. Për momentin ta lëm çik argumente me janë, po hajde se flasim me logjik. Po ne kemi detyrë që atë që Allahu ka shpallur në Kur'an dhe në Sunet, ne t'u themi atë njerëzve. Prandaj kuptimi këtu, siç kanë thënë dietarët, është kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basira. Thuaj o Muhammed, kjo është rruga ime, pra e vërteta, siç e ka komentuar komentatorët e Kuranit, pra kjo është rruga ime pra Kurani, apo Suneti, apo Kurani dhe Suneti, e vërteta, tauhidi kanë të njëjtin kuptim. Termat mund të ndryshojnë, kuptimi është thelbisht i njëjtë. Pra ajo që ka shpallur Allahu i lartëmadhëruar. Ad'u ila Allah, ftoj për tek Allahu ala basira, me dituri. Ftoj për tek Allahu me dije. Pra nuk është fjalë e hoxhës kjo, po është fjalë e Allahut azza wa jall. Ana wa man ittaba'ani, ftoj për tek Allahu me dituri, unë thot, dhe ata që më pasojnë mua, dhe kushdo tjetër që më pason mua. Wa subhanallah, dhe i pastrësh Allahu, wa ma ana min al-mushrikin, dhe i pastrësh Allahu nga të metat, që ata janë veshin Allahut, dhe unë nuk jam prej mushrikëve, unë nuk jam prej dhujtarëve. Suratu Yusuf, surja Yusuf, ajeti 108. Dhe pastaj në përfundim thot Sheh Fauzani, hadhihi tariqatu rasul, kjo thot është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi tariqatu rasul, kjo është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatu atba'ihi, dhe rruga e pasuesve të tij, që janë sahabët, siç kemi thënë, tre brezat më të mirë të njerëzimit, sahabët, tabiinët dhe tabi'i tabiinët. Pra sahabët, tabiinët, ata që pasuan sahabët, dhe brezi i tretë, tabi'i tabiinët, ata që pasuan tabiinët. El-ilmu wal-amalu wad-da'wa ila Allah. Pra kjo është rruga, thot, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe rruga atyre që pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pasuesve të tij, dituria, puna dhe thirrja tek Allahu i lartëmadhëruar. Faman, pra rruga atyre është dituria, puna me dijen dhe thirrja për tek Allahu i lartëmadhëruar. Pra edhe një herë theksoj. Kjo thot është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rruga e pasuesve të tij. Pra nëse mund të themi dy pika, dhe kush është kjo rrugë? Është dituria, el-ilm, wal-amalu bihi, dhe puna me të, wad-da'watu ila Allah, dhe thirrja e njerëzve tek Allahu i lartëmadhëruar, me dituri dhe me vepër. Faman lam yad'u wa huwa qadirun ala ad-da'wa wa 'indahu 'ilmun wa katamahu fa innahu yuljamu bi lijamin min nar yawm al-qiyamah. Dhe përfundon Sheh Fauzani këtë pjesë, dhe ne përfundojmë këtë mësim duke thënë Sheh Fauzani, dhe kush thot nuk fton, nuk thërret, nuk bën ta vet, nuk fton të tjerët
tek e vërteta, tek Islami, tek Suneti, tek tauhidi, nuk urdhëron për të mirë, nuk ndalon nga e keqja, me davet nuk bën dawa, ndërkohë që ka dituri, ka dieni, ka njohuri thot, dhe e fshet diturinë, me të vërtetë thot që atij thot do t'i vendoset një frer ose një litar, një kapistër, një gojë siç i vendoset kalit ose mushkës ajo gojza këtu, që freri, si i thon, frer ose kapistër do t'i vendoset një kapistër prej zjarri në ditën e Kiametit, atij njeriu i cili e fshet diturinë. Dhe është argumentuar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ebu Dauti, Tirmidhi, Ibn Majah, nga hadithi që transmeton Ebu Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min nar yawm alqiyama. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush pyetet për një dituri dhe ai e fsheh atë, do t'i vendoset pra një frer ose një kapistër prej zjarrit në ditën e Kiametit. E transmeton Ebu Dauti pra dhe ka saksuar Sheh Albani. Pra ky hadith, pra i gjithë mësimi sotëm dhe veçanërisht fjalët e fundit Sheh Fozani dhe ky hadith tregojnë më së miri, tregojnë qartë rrezikun e madh në të cilin ndodhet ai dietar ose ai hoxh ose ai xhamat, ai musliman, ai besimtar i cili ka dituri për një çështje të caktuar dhe nuk e vepron atë, dhe pastaj ai i cili nuk thërret të tjerët, pra nuk urdhëron për të mirë, nuk dalon nga e keqja, për ai dije sa ka. Pra të flasi, të këshilloj, të porosisë, të mësoj të tjerët për atë dije që i ka dhënë Allahu i lartë madhëruar. E lutim Allahun e lartë madhëruar që të na jap sinqeritet në qëllimin ton, në zemrën ton, që të na pastroj pra në jetën tona, duke na dhënë sinqeritet në qëllimin ton për kërkimin e diturisë, për punën me të dhe thirrjen e njerëzve tek ajo. E lutim Allahun e lartë madhëruar që të na falin neve, prindrit tan, të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët kudo që ndodhen. E lutem Allahun e lartë madhëruar që të na bëj dobi sadopak me këtë që dëgjuam. Allahu na shtoft diturinë e dobishme dhe na dhën sukses për bërë vepra të mira dhe thrasim të tjerët tek e vërteta. Hadha wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.